Assalamu alaikum wa rahmatullah muslimanët e vegjël. Të tregoj një histori interesante. Bëhet fjalë për njeriu e mirë, Uzeirin, cilit Allahu i lartësuar ja mori shpirtin dhe riktheu atij pas 100 vitesh atë. Le ta dëgjoj. Uzeiri ishte njeri i mirë i cili ka jetuar pas kohës së Sulejmanit alayhis salam. Benu Israilët, pasi që vdiq Sulejmani alayhis salam, u larguan nga mësimet e Zotit të tyre. U larguan nga mësimet e Teuratit. Filluan ta lënë Teuratin me një anë, aq sa nuk ishte më prezent në jetën e tyre fare. Pra Teurati kishte mbetur kush e kishte si libër nëse e kishte në rafte dhe as nuk lexoi dhe as nuk praktikoi. Madje talleshin me ata cilët e lexonin Teuratin ose mundoheshin t'i këshillonin njerëzit me mësimet e tij. Pra ishin larguar plotësisht nga rruga e Zotit. Dhe sa herë që ata largoheshin nga rruga e Zotit, Zoti i gjithësisë ju dërgonte atyre një mbret i cili, si thon, i shtypte ata. Dhe kështu ndodhi, erdhi një mbret Babilonas, cilin e quajnë Buhtanasari, emri pak i vështirë. Ky çfarë bëri? I përzuri ata, jo vetëm që vrau shumë, por si i përzuri ata nga qytetet e mëdha siç ishin Damasku, në atë kohë siç ishin Kudsi, Jeruzalemi, të cilët i thon këta, dhe i bëshatisi këto vende nga Benu Israilët. Gjatë kësaj periudhe ishte pikërisht edhe Uzeiri, njeri i cili e dinte përmendësh të gjithë Teuratin. Siç din muslimanët sot përmendësh Kur'anin, ai i cili e din Kur'anin përmendësh quhet hafiz apo jo. Ama hafiz është ai i cili e din Kur'anin nga Surja Fatiha deri tek Surja Nas, pra 600 faqe Kur'an të gjithën përmendësh, sikur se e kemi në Fatihan, ai ka gjithë Kur'anin. Edhe Uzeiri ishte i tillë. Po shkonte Uzeiri të vizitonte një qytet apo një vend ku mendonte që t'i ftonte njerëzit në fenë e Zotit, sepse edhe pse njerëzit ishin larguar nga feja e Musait alayhis salam, ishin larguar nga Teurati që Zoti kishte zbritur Musait alayhis salam, pra kishte mbetur Uzeiri i cili mundoi të mësonte njerëzve Teuratin. Teksa po kalonte pranë një fshati, pa që në atë fshat nuk ishte këmbë njeriu. Ishte poshtë fare. Pra duke që njerëzit në atë vend gjithë kishin vdekur. Disa thonë ishin vrarë, disa thonë i kishin përzënë, disa thonë që kishte ndodhur atij një sëmundje e cila i kishte vrarë, pra i kishte zhdukur gjithë si popull. Edhe kur po shihte atë qytet, po tha, si ka mundësi që Zoti ta ringjalli këtë qytet ose këtë fshat, pasi që kanë vdekur gjithë, pra s'ka më njeri këtu? Teksa ishte mendueshëm dhe këtë nuk e bëri për me tregu prit se Zoti, a ka fuqi Zoti as ka jo. Përkundrazi, atij i bënte përshtypje sa madhështore është fuqia e Zotit, që Michel, një vend i cili është i vdekur, i shkret, Zoti ta ringjalli. Allahu i lartësuar do japi mësimin, por se jo nëpërmjet të tjerëve, jo nëpërmjet fshatit, jo sikurse ndodhi dhe me Ibrahimin alayhis salam, që Zoti i tregoi se si i ringjall të vdekurit pikërisht me plumbat, në ato 4 plumbat cilët i vendosi në Maja Malesh. Kushdon mund të shikoj tek makina e kohës me historinë e Ibrahimit alayhis salam, se e kam treguar aty. E rëndësishme të kthehemi tek Uzeiri, i cili, subhanallah, po pushonte. Kishte pak bukë me veten në çantën e tij, edhe gomarin që e kishte lidhur aty pranë pemës, dhe teksa po pushonte sikur e zuri gjumi. I hapi syt prap, pa që dielli kishte lëvizur, pra kishte qenë paradite, tashmë ishte masdite. Tregohet se aty kaloi një engjëll me pamje njerëzore dhe e pyeti, tha, sa ke qëndru këtu? I tha, ky po besoj mund të kem fjet në një ditë se isha i lodh ose vetëm një pjesë ditës, me fjalë nga paradita deri nga masditja. S'besoj se kam fjetur shumë. I thot ky engjëlli me pamje njerëzore. Jo, thot, ti ke fjetur plot 100 vite. Shiko pa ushqimin tënd, si nuk është prishur. Zoti i gjithësisë ja kishte ruajtur ushqimin, subhanallah, Uzeirit. Pra ushqimin e kishte të freskët. Shiko nga ana tjetër, i tha gomarin, shek gomarin ai gomari lidhur, tashmë ishte vetëm kocka. Pasi 100 vite ishin mbetur vetëm kockat e gomarit shkret. Kishte ngordhur dhe gomari. Dhe subhanallah, Zoti i gjithësisë ja kishte marrë shpirtin dhe ja kishte rikthyer shpirtin Uzeirit,
Dhe diçka interesante është pra 100 vite ai kishte qenë i vdekur. Po për Uzeirin ishte sigur kishte qenë në gjumë, subhanallah. Pra ata që ndoshta mund ta kenë frikë se Allah i lartësuar kur e don diçka e bën shumë të thjeshtë. Tha, por se shikoje gomarin. Se si do ta bëjmë që do ta bëj Zoti gjithësisë që të ringjallet. Dhe Allah i lartësuar urdhëroi me urdhrin e tij të famshëm, të njohur, bëhu dhe bëhet, sepse kur Zoti gjithësisë don diçka i thot asaj bëhu dhe bëhet. Dhe pa Uzeiri se si ato kockat filluan të vishen me muskuj, me mish. Pastaj ato muskujt filluan në të dalin damarët. Pastaj organet filluan të formoheshin njëra mas tjetrës. Pastaj të gjitha këto organe u veshën prapë me mish. Pastaj gjithë ky mishi u vesh me lëkurën dhe opa gomari u ringjall. Pa Uzeiri se si Zoti i gjithësisë, subhanallah, ringjall. E pa formën e ringjalljes me sytë e tij. Dhe madhëroi Allahun e lartësuar, dhe falenderoi Zotin e gjithësisë për këtë mirësi kaq të madhe. Nëpërmjet këtij engjëlli, Allah i lartësuar urdhëroi që të kthehet tek qyteti, sepse tashmë ai mbreti i keq Babilonas kishte vdekur, edhe tirania e tij kishte mbaruar, dhe një pjesë e Benu Israilëve ishin kthyer te këto qytete, por se Teurati kishte humbur përfundimisht. Ai mbreti i keq Babilonas, Buhtanasari, i kishte dikur të gjitha kopjet e Teuratit. Çfarë do qëndronte Teurati në mesin e Benu Israilëve, kur ata nuk e praktikonin më? Edhe me muslimanët sot. Çfarë mbajnë Kur'an në rafte muslimanët, ku nuk e lexojnë atë dhe nuk e praktikojnë? Subhanallah. Ne duhet të kemi frikë se mos Zoti na e merr Kur'anin dhe neve, nëse ne qëndrojmë larg këtij. Por se Allahu i lartësuar është i mëshirshëm me krijesat e veta. Dhe çfarë ndodhi? U dërgoi sërish atyre Uzeirin, që Uzeiri t'u mësonte atyre sërish Teuratin. Uzeiri thash që ishte, po themi, hafizi Teuratit në kohën e tij, pra e dinte gjithë Teuratin përmendesh. Disa historianë thonë se ai kishte harruar disa pjesë, por se Zoti i gjithësisë, si thonë, ja forcoi memorin që t'i kujtohej të gjitha pjesët e Teuratit. Kur shkoi në qytet, gjeti me fjalë që njerëzit ishin rikthyer pasi që e kishin braktisur atë, se edhe vetë Uzeiri ishte larguar nga qyteti në fillim fare. Pasi që ai mbreti kishte përzon gjithë, ai spyste njëri, ishte i pamëshirshëm. Kur u kthye tek shtëpia vet se e dinte, aty pyeti, Michel, kjo është shtëpia e Uzeirit? I thanë ata, po, kjo është shtëpia e Uzeirit, po Uzeiri ka humbur para 100 vitesh. Ishte një grua plake vjetër shumë. Ajo kishte qenë shërbëtorja e Uzeirit dikur kur kishte qenë vajzë e re. Gjithashtu disa thonë që Uzeiri kishte lënë dhe një djalë kur ishte larguar pranë moshën 50 vjeçare, i cili në atë kohën e tij ishte 18 vjeç. Tashmë ishin të dy 100 e kusur vjeç. Më përpara njerëzit ishin pak më gjatë se çetojmë ne sot. Subhanallah. Edhe kur i tha ky që unë jam Uzeiri, kjo plaka e cila kishte qenë shërbëtorja e tij dikur, i tha, ti je Uzeiri? Unë jam e verbër, tha. Ma kthe shikimin, që unë të shoh ty dhe të të njoh. Sepse Uzeiri ka pas qenë i njohur, që e lutste Zotin dhe Zoti ja plotësonte lutjen atij dhe i shëronte njerëzit me lutjet e tij. E luti Uzeiri Allahun e lartësuar, Allah ja ktheu shikimin kësaj plake. Kur e pa, tha, ti je Uzeiri, po vërtet. Kur shkoi tek djali i tij tha, mos je ndonjë mashtrues. I thot ky, çfarë specifike ka pas baba jot, që ti e mban mend që nuk e din askush? Tha, ka pas një nishan, në formën e gjysmëhënës në kurrizin e tij. E ngren bluzën Uzeiri dhe sheh ky atë nishanën e tij dhe e përqafojnë. Dhe fillon Uzeiri që t'i ftoi njerëzit sërish në Teurat, t'u mësoj atë atyre. Dhe gjithçka nga memoria e tij. Mas disa kohësh gjin një sunduk të vjetër. Brenda tij ishte një kopje Teuratit e plot. E hapën e pan, të gjitha pjesët e Teuratit ishin siç i tregonte, pra siç i thoshte përmendesh Uzeiri. Pra as nuk shtonte asgjë, as nuk paksonte asgjë. Dhe kjo u bindi atyre edhe më shumë sa i thotë të vërtetën dhe filluan njerëzit sërish të rikthehen në besimin në Zot, në fenë e Allahut, në praktikimin e Teuratit që kishin në asoj kohë librin e tyre. Ndërsa ne muslimanët sot kemi Kur'anin, ne duhet ta ndjekim Kur'anin,
ne duhet ta lexojmë Kur'anin, ne duhet ta praktikojmë Kur'anin dhe ju them diçka të bukur fëmijë. Bëhuni për atyre që bëjnë leximin e bukur të Kur'anit. Çfarë është leximi i bukur i Kur'anit? Në përgjithësi muslimanët sot lexojnë Kur'an që të marrin sa më shumë sevape, se për çdo gërm të Kur'anit ti ke 10 sevape. Dhe kur ti thua Bismillah, pra është edhe elifi që është para fjalës Allah, pra i thon 7 apo 8 gërma dhe thon 70 ose 80 sevape, ti vetëm duke thënë fjalën Bismillah. Imagjino sa ashtu, sepse çdo gërm që ti lexon është 10 sevape në vete. Dhe lexojnë Kur'anin me shpejtësi të madhe që të marrin sa më shumë sevape për leximit të tij. Ky është një lexim që Allahu i Lartësuar pranon, dhe ky është adhurim dhe marrin sa më shumë sevape. Por se kush është leximi i bukur i Kur'anit? Leximi i bukur i Kur'anit është duke e kuptuar atë. Po, duke parë se çfarë thot Zoti me këtë Kur'an, se Zoti na ka folur neve me Kur'anin. Pra ti kur ta lexosh thuash Bismillahirrahmanirrahim. E përkthyer ose kuptimi i tij në shqip me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. I mediton këto fjalë. Dhe thua Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lexoj në shqip. Dhe mundohu ta mësosh arabishën, se mëson një gjuhë ekstra për gjuha e Kur'anit. Falënderimi ose lavdi i takon Allahut, Zotit të botëve. Dhe fillon dhe i mendon këto ajete, i mediton ato. Ky është leximi i bukur i Kur'anit. Allahu i Lartësuar neve na ka nxitur diçka të tillë. Ta thot afala yatadabbaruna hadha al-Qur'an. A nuk e meditojnë në këto Kur'an apo në fjalët e këtij Kur'anit? Pra, ne kur ta lexojmë Kur'anin, të mundohemi ta kuptojmë atë sa më mirë. Të mundohemi të meditojmë rreth fjalëve të tij, sepse janë fjalët e Allahut që ka thënë njerëzimit. Bashk, selam aleikum wa rahmetullah.